Sensum, sepse muzika shprehet dhe ndihet përtej notave. 3 instrumentistë të njohur kanë mbajtur një koncert me muzikë kompozitorësh shqiptare të huaj, të martën në mbrëmje në Universitetin e Arteve. Në emrin Sensum Trio, 3 instrumentistë që janë njëherësh edhe pedagog të Fakultetit të Muzikës, sollën një program të pasur muzikor, një pjesë e tyre edhe vepra premier për publikun shqiptar. Pianisti Ardita Bufaj së bashku me Giovanna Marku në oboe dhe Ilir Kozimën në korno mbushën hollin koncertor të Universitetit të Arteve me tinguj duke nisur nga kompozitori gjerman Karl Reinecke, që ka shkruar një trio të dedikuar për oboe, korno dhe piano. Në vijim, temë me variacione nga tolje për oboe dhe piano, premiera e Fantazis nga Ariana Vrazi për korno dhe piano. Pjesa për piano solo, aq afër nga Haik Zakarian dhe Kcime Pik nga Klodian Qafoku, pjesë për oboe, korno dhe piano, u luajtën për të pranishmit. Muzika është ndjesi, frymëzim dhe komunikim përtej fjalëve, tha pianistja Ardita Bufaj në nisje, duke ftuar të pranishmit të ndajnë emocione përmes tingujve që frymëzojnë dhe mbetën në kujtesë duke dhuruar ndjesi të paharrueshme.